Kur gruaja nuk dëgjon, një tregim që prek zemrën e çdo burri. Në një fshat të qetë, në mesin e maleve, jetonte një burr i urtë, punëtor dhe i ndershëm. Ai kishte një zemër të madhe dhe një dashuri të pafund për familjen e tij. Pas shumë viteve pune në mërgim, më në fund u kthye në vendlindje. U martua me një vajzë të bukur. Filluan jetën e tyre të re në një qati të përbashkët. Në fillim, gjithçka dukej perfekte. Burri punonte çdo ditë, ndërsa gruaja kujdesej për shtëpinë. Por me kalimin e kohës, diçka filloi të ndryshonte. Në një mëngjes, nëna e burrit që jetonte me një dhomë të vogël pranë oborrit, trokiti në derë për t'i dhënë nusës bukën që kishte pjekur vetë. "Merre, bi, e kam bërë me dorën time", i tha me shumë dashuri. Por nusja, pas një buzëqeshje, ja ktheu shkurt. "Jo, faleminderit, kemi bukë tonën." Nëna tërhoq në heshtje. E njehte mirë dhimbjen e refuzimit, por nuk tha asnjë fjalë. E vetmja gjë që bëri ishte të shikonte nga dritarja me sytë e mbushur me lodh. Kur u kthye djalin nga puna, e ndjeu menjëherë se diçka nuk shkonte. Nëna e tij ishte mbyllur në dhomë, ndërsa gruaja sillej sikur s'kishte ndodhur asgjë. Në darkë, burri e pyeti gruan me butësi: "Gruaja ime, pse nuk e more bukën e nënës?" E di sa gëzohet kur ne e pranojmë diçka nga dora e saj. Ajo ngriti supet dhe tha: "Burri im i dashur, unë s'jam nuse për të jetuar me prindërit e tu. Dua jetën time pa ndërhyrje." Fjalët e saj ronë si thik në zemrën e tij. Burri e donte gruan e vet, por edhe prindërit i kishte si sytë e ballit. Ai nuk mund ta kuptonte pse dashuria duhej të bëjë luftë midis gruas dhe nënës. Ditët kalonin dhe grindjet po bëheshin më të shpeshta. Nëna e burrit u bë më heshtur, më tërhequr. Një ditë ajo u smur, por nuk donte të shqetësonte. Vetëm djali e vuri re se diçka nuk ishte mirë. Ai shkoi pranë saj, e mori dorën e ftohtë dhe i tha me zë të ulët: "Nën, pse nuk më the që si e mirë, je smur?" Ajo buzëqeshi lehtë dhe i tha: "Se nuk doja t'i prish paqen në shtëpinë tënde, o birë." Këto fjalë i mbetën djalit në mendje gjithë natën. Ai s'fillinte, vetëm mendonte. E kuptoi se mes dashurisë për gruan dhe respektit për prindërit, ai po humbiste harmoninë familjare. Një ditë vendosi të flas hapur me gruan. Ulën në dhomë, pa britma, pa inat. Ai tha me zë të butë, por të prerë: "Gruaja ime, e di që më do dhe unë të dua, po aq. Por dua të kuptosh diçka shumë të rëndësishme. Nëse nuk respekton nonën time, je duke me lënduar mua. Gruaja mund të ndërtoj ose të shkatroj shtëpinë me një fjalë. Të lutem, mos më bëj të zgjedh midis jush. Dua të jem pranë jush. Nuk dua të humbi nanën, nuk dua të humbi as ty." Gruaja heshti për disa sekonda. Në sytë e saj u pa një ndjenjë pendese. Ajo kishte harruar që prindrit nuk zëvendësohen, se dashuria për ta nuk është pengesë, por bekim. Të nesërmen, ajo trokiti në derën e dhomës së nënës së burrit, pra vjerës së saj, me një pjatë supe në dorë. "Kam bërë pak për ju, nën", tha me zë të butë nusja. Nëna shikoi me dashuri dhe në sytë e saj shkëlqeu një gëzim që nuk ishte parë prej kohësh. Nga e qast, shtëpia e tyre filloi të mbushej sërish me paqe, nga aty ku edhe filluan. Nga ky tregim kuptojmë se dashuria mes nusës dhe vjerës mund të rregullohet me një këmbgulje të djalit apo burrit. Nuk i këmbgulur tek bashkëshortja apo gruaja e tij se duhet ta respektojë nënën,
dhe duke këmbgulur tek nëna e tij se duhet ta respektoj nusën apo gruan e tij. Një djalë i mirë, një burr i mirë, mund të luftojë me gjithë mundësitë e veta për të rregulluar problemin mes gruas së tij dhe nanës së tij. Ai mund të mos e humb as nanën as gruan, duke qenë këmbgulës dhe duke mos u mashtruar pas gruas duke lënë nënën.